Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush diskutimin më të fundit që po ndodhen brenda në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Nga një shoqëri po kthehet në një armiqësi të dukshme dhe në një urrëtie të papar kundërdrejt Danjës edhe Eglit. Egli është ajo që sot është zgjuar me pushkën në dorë dhe po akuzon të gjithë banorët. Nga diskutimi me Jozin që kishte në Veranë që do ta diskutojmë pastaj, hyri në kuzhinë dhe po grindet me Danjën. Tani cili është qëllimi i Eglit ne nuk e dim. Në qoftë se Egli do të tregon që ka hyrë në shtëpi dhe është një banore shumë e fortë, hallalli qoftë, sepse po bën luftën në shtëpi me të gjithë banorët. Sot Egli po e menaxhon krejtësisht lojën e Big Brotherit dhe krejtësisht situatat. Do me thënë, Egli është më e komentuara këtë herë në Prime. Gjatë një diskutimi që Egli po bën me Danjën në dhomën e ndenjës, konkretisht në kuzhinë, dhe Gjesti është një super spektator duke i parë të dy vajza që po grinden, Egli po akuzon Danjën për interes. Egli po e quan Danjën një lojtare shumë të dobët, e cila ka qëndruar me Eglin për interes sepse nuk ka fuqi në lojën e saj. Si ka ardhur të shkatrohet marrëdhënia e dy shoqeve, të cilat konsideronin që ishin dy mike shumë të mira në Big Brother. Ju e dini shumë bukur që me rikthimin e Eglit në shtëpinë e Big Brotherit, Egli u pozicionua në krevatin e Danjës për të fjetur dhe tash Egli në të gjithë të diskutimin thotë që unë të kam respektuar ty për një mike të mirë dhe ti nxore fytyrën tënde të vërtet që je interesaxhie. Të paktën kështu e shoh unë debatin. Dhe në anën tjetër, Danja ka folur në një moment kur vllau i madh u tha banorëve që duhet të jepni 4 emra tuaj se kush mund të jetë finalisti. Në atë moment Danja tha që Egli ka ardhur edhe më ka lutur, hajde ri me mua se jam keq. Dhe Egli tha, unë këtë lutje mund ta kem bërë në momentin që unë kam qenë keq emocionalisht, edhe pse nuk më kujtohet fare, por ti nuk duhesh të ta thuash në këtë moment, sepse në atë moment Egli arriti të kupton që Danja po përfiton nga kërkesa që i ka bërë Egli dhe filloi që të tërhiqet. Kjo tërheqje solli dinamika të vazhdueshme në shtëpi ku Egli duke qartazi që është shumë e prekur nga Danja dhe dyshon që Danja e ka mbajtur për interes dhe Danja thot që ti qëndron me mua dhe mundon që të mbrosh Gjestin, ndërsa do të më godasësh mua, sepse Danja në asnjë mënyrë thot që unë e ka treguar këtë edhe me gocat e tjera në shtëpi që ka patur biseda që unë Egli në asnjë mënyrë nuk e ka mbajtur për asnjë lloj interesi. Ju e dini shumë bukur se si Danja e ka bërë lojën, do me thënë është një vajzë që ka qenë e pozicionuar në divanin e kuq apo në grupin e kuq, por marrëdhëniet e saj ka ndryshuar rënjësisht, herë me grupin e kuq, herë me grupin e kaltër dhe do me thënë ka qenë në aleancë me të dy palët. Sot Egli ka marrë trofeun e saj në dorë dhe po grindet me të gjithë banorët, duke hudhur edhe akuza shumë të rënda. Doja të marr mendimin tuaj, si e shikoni ju këtë zënkën që aktualisht po ndodhen mes Eglit edhe mes Danjës dhe kush ju duket më sinqert në këtë debat që po ndodhen në shtëpi dhe mos ndërhyrja e Gjestit duke parë çdo gjë në shtëpi. A ndjet Gjesti më i sigurt me Eglin edhe i duket Egli një forcë e madhe për të goditur të gjithë banorët, apo thjesht Gjestin e vret fakti që Egli po godet të gjithë banorët në këtë shtëpi?